Përshëndetje. Në botën moderne, jeta jonë është e sinkronizuar me orën e murit, celularit dhe agjendave digjitale. Por brenda trupit ton ekziston një orë më e vjetër, më e mençur dhe më tinxare. Ora biologjike ose ritmi cirkadian. Ky sistem natyror, i formuar gjatë miliona viteve evolucion, rregullon ciklet e gjumit, temperaturat trupore, sekretimin e hormoneve dhe madje edhe mënyrën se si punojnë emocionet dhe marrin vendime. Kur ndryhim te kjo orë e brendshme, qoftë përmes punës me turne nate, udhëtime me diferenca kohore, apo thjesht duke qëndruar zgjuar për t'u argëtuar gjoja, psikologjia jon e paguan çmimin. Cila është rëndësia e orës biologjike? Ritmi cirkadian funksionon si orkestrues i brendshëm. Ai përcakton kur ndihemi të uritur, kur trupi është i energjizuar, dhe kur mendja jon është e përqendruar. Hormonet si melatonina dhe kortizoli ndërveprojnë me këtë ritëm për të rregulluar gjumin dhe vigjilencën. Kur ora biologjike është në sinkron me natyrën, për shembull errësira e natës dhe drita e ditës, trupi dhe mendja funksionon në nivel optimal. Por çdo devijim, qoftë nga puna, zakonet apo teknologjia, sjell një çrregullim psikologjik. Efektet psikologjike të çrregullimit të orës biologjike. Ndryshime në humor dhe në tolerancë. Një nga efektet më të menjëhershme të humbjes së sinkronizimit është ndryshimi i humorit. Studimet tregojnë se njerëzit që punojnë natën ose udhëtojnë shpesh me zonave kohore kanë më shumë mundësi për të përjetuar irritmi, lodhje emocionale dhe madje depresion të lehtë. Kur ora biologjike është prishur, trupi ka vështirësi të prodhojë serotonin dhe dopaminën në mënyrë efikase. Kimikate këto që ndikojnë drejt për drejt në ndjenjen e kënaqësisë dhe të motivimit. Vështirësi në përqendrimin dhe në vendimarrje. Ndonjëherë quhet mjegulla e gjumit, por në të vërtetë është një fenomen i thellë neurologjik. Çrregullimi i orës biologjike ngadalson funksionet e korteksit prefrontal, pjesa e trurit që menaxhon vendimarrjen, impulsivitetin dhe kontrollin emocional. Kjo shpjegon pse pas një nate të keqe ose një ore të zhvendosur, mund të bëjmë zgjedhje që normalisht nuk do t'i bënim, kur dërgimi i një mesazhi të nxituar tek një koleg deri tek zgjedhjet impulsive financiare. Rritja e ndjeshmërisë ndaj stresit. Kortizoli, hormoni i stresit, është gjithashtu i rregulluar nga ritmi cirkadian. Kur ora biologjike devijon, niveli i kortizolit mund të ngrihet në momente të gabuara, duke bërë që trupi dhe mendja të reagojnë më ashpër ndaj stresit. Çrregullimi kronik mund të çojë në ankth të përhershëm ose të rritë ndjeshmërinë ndaj përvojave negative. Mungesa e gjumit dhe efekti domino. Gjumi është lidhja më e dukshme mes orës biologjike dhe psikologjisë. Çrregullimi i ritmit natyror shpesh çon në insomni ose gjumë të ndërprerë, duke ndikuar më pas te kujtesa, kreativiteti dhe qetësia emocionale. Psikologët flasin për një efekt domino. Humbja e gjumit për disa net radhazi nuk është thjesht lodhje. Ajo ndikon te perceptimi ynë i rrezikut, motivimi dhe kontrolli i impulsit. Tu jap një dyshim praktik. Puna me turne nate. Punonësit e natës shpesh raportojnë ndjenja të izolimit social, depresion të lehtë dhe rritje të irritimit. Një studim për këtë gjë tregoi se punonësit e tillë kishin performancë më të dobët në testet e kujtesës dhe më shumë probleme në bashkëpunim në grup. Shkollat që fillojnë herët. Adoleshentët kanë një ritëm cirkadian më të vonshëm, kur duhet të zgjohen orën 7 të mëngjesit, të përjetojnë çrregullime të humorit dhe vështirësi për qëndrimi gjatë ditës. Udhëtimet me diferenca kohore. Fenomeni
i jet lag nuk është thjesht lodhje fizike. Ai shkakton dizorientim emocional dhe ankth të përkohshëm, sepse truri nuk di çfarë duhet të presë dhe në orët e natës dhe të ditës. Si përballohet çrregullimi? Drita e ditës dhe errësira e natës. Ekspozimi i rregullt ndaj dritës natyrore ndihmon trurin të sinkronizohet me ritmin natyror. Ndërkohë, minimizimi i dritës artificiale, pra ardhja e gjumit, veçanërisht nga ekrane, ndihmon prodhimin e melatoninës, hormoni që sinjalizon trupin është koha për të fjetur. Prandaj marrim ato hapjet e melatoninës për të na zënë gjumin. Qoftë bimore, qoftë jo bimore, ne prandaj përdorim. Rregullimi gradual i orarit, ndryshimet e mëdha në oraret e gjumit, godasin psikikën. Psikologët rekomandojnë përmirësimin e orarit me 15 deri në 30 minuta çdo ditë për të kthyer orën biologjike pa stres. Pra mos të rrim në orët e vona të natës pas orës 12 e tej, sepse do shikojmë një film apo do shikojmë një program. Në qoftë se keni vendosur një orar fiks për të fjetur dhe ajo është ora 10:30 apo 11 apo 11:30, mos e prishni atë. Shkoni në krevat. Rutina e përqendruar tek trupi, aktiviteti fizik i moderuar gjatë ditës, ngrënia e shëndetshme dhe shmangja e kafeinës në orët e vona të mbrëmjes, ndihmojnë që trupi të lexojë sinjalet natyrore të gjumit. Kjo nuk është magji, por psikologji e aplikuar. Truri mëson shenjat rutinore dhe i përdor për të stabilizuar ritmin, pra krijon zakonet. Vetëdia psikologjike. Një pjesë e madhe e çrregullimeve të humorit dhe ankthit që vijnë nga zhvendosja e orës biologjike lidhen me vetvlerësimin dhe perceptimin e energjisë. Kur e kuptojmë pse ndjehemi të lodhur ose të irrituar, sepse ora jonë biologjike është jashtë sinkronizimi, stresi përjetuar zvogëlohet ndjeshëm. Njohuria është ilaçi i parë psikologjik. Si përfundim do të thosha se çrregullimi i orës biologjike nuk është thjesht çështje lodhjeje. Ai prek emocionet, vendimmarrjen, kujtesën dhe tolerancën ndaj stresit. Kur nuk respektojmë ritmin natyror, psikologjia jon paguan çmimin. Shpesh pa na dhënë shenja të qarta derisa efektet të akumulohen. Psikologët, neurologët dhe ekspertët e gjumit pajtojnë në një pikë. Mënyra më e mirë për të ruajtur stabilitetin emocional dhe funksionimin optimal të trurit është sinkronizimi me natyrën dhe respektimi i ritmit cirkadian. Praktikisht, kjo do të thotë të rregullojmë orarin e gjumit, të ekspozohemi ndaj dritës natyrore, të bëjmë aktivitet fizik të rregullt dhe të kuptojmë ndikimin e çrregullimeve në psikikën tonë. E në fund, sa herë që qëndroni zgjuar vonë, e thash dhe më parë ato seritë e filmit, ose duke punuar natën, mbani mend. Truri juaj nuk harron asgjë. Ai regjistron çdo orë të humbur, çdo hormon të çrregulluar dhe çdo moment të humbur të qetësisë. Nuk është vetëm lodhje. Është psikologji. Dhe psikologjia nuk fal. Dhe kur ne mendojmë se po e mashtrojmë me dritat që kemi shpikur. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që ja therr pas here. Dhe në videon tjetër. Mirë takofshim.